Nëse nuk do ta japësh këtë rallë tërheqin, do jetë vetëm për arsye personale. Vetëm për arsye personale. Se nuk beson njeriu se po se ke në dashuri të madhe apo ndjeshmëri morale për Shqipërinë. Unë besoj që ba me marrë të Shqipërinë në dorë, sikur të ato qefi, këtë ta thëm, je skizo, je psiko, je arrogant, je pak si gejush kur lëviz aty, je më pro-izraelit se që duron Shqipëria, po unë e di që ti do bëje mrekullim me Shqipërinë, po ta merrje ti. E di këtë pjesën. Nuk e dyshoj këtë pjesën, po nuk duhen më birësh. Nuk duhen. Ndjen që do ja ushesish atë dheun. Dhe ka dhe shumë mundësi tjetë e vërtet, se je në Astradin ti, je mashtru, sa kupton. Renacak je, pa mas. Bol, bro, bol, lene. Nuk po them se qëllimi që kishëm me investimin në Zvërnec apo në Sazan ishte i keq. Qëllimi jot personal. Por po them që edhe nëse ka qenë qëllimi i mirë, je keq kuptu, nuk po e kupton që je keq kuptu, nuk të duan më njerëzit. Nuk e duan atë investimin, nuk i bëhet nder dikujt me zor. Ti duhet ta dish të. Si tip arroganti që je, si ti si njeri që don privatësinë tate, që nuk don të futet njeri në atë territorin tat. Shqiptarët po të thojnë, o dha jemi ne, nuk je ti, jemi ne zot shtëpie. Ti je shërbëtori jon, ke kontratë, bashkëpunëtori jon je. Nuk ta duan këtë shërbimin që po përpiqesh tu japish. Dele bë deklarata arrogante, Zvërneci do bëhet, projekti do vazhdoje. Pa e bëjmë me bazë se nuk e vazhdo do të mos me dash shqiptarët. Po hiko burlene këtë muhabet.